Nga arka shtetërore vitin e ardhshëm do të shpenzohen 6,73 miliardë euro, ndërsa plani është mblidhen 6,1 miliardë euro nga qytetarët dhe bizneset. Qeveria miratoi projekt buxhetin për vitin 2026, i cili do dërgohet në kuvent. Plani parashikon të mblidhen më shumë para nga taksat dhe kontributet dhe të forcohet disiplinimi fiskal. Janë ndarë më shumë para për paga, pensione dhe transfere sociale. Со буџетот се обезбедува редовна исплата на плати, пензии, како и континуирана социјална заштита. Средствата за социјални трансфери се проектирани на 206,3 милиарди денари, што е раст за 6,7%. Платите изнесуваат 52,6 милиарди денари или 7% повеќе во однос на оваа година, во кој е опфатено зголемување на платите со порастот минималната плата. Транзицијските трошоци, уплати во вториот пензиски столб, изнесуваат 19,6 милиарди денари со раст од 22,5%. Vitin që vjen do të shpenzohen 1,9 miliardë euro për pensione, një rritje prej 9,7% krahasuar me këtë vit. Rritja e pensioneve do të vazhdojë edhe në periudhën e ardhshme për të mbështetur standardin e pensionistëve, tha Koçovska. Investimet kapitali janë projektuar në 650 milionë euro, më pak se këtë vit. Shumica e fondeve do të shkojnë për autostradat që do të ndërtojë Behtel dhe Enka, si dhe për infrastrukturë. Deficiti buxhetor është projektuar në 3,5% të bruto prodhimit vendor ose 637 milionë euro. Vitin e ardhshëm do të marrim hua rreth 1,7 miliardë euro. Финансирањето е предвидено 950 милиони евра со еврообврзница да оди. Дополнително можеби тој дел и износ ќе се зголеми затоа што уште и 350 милиони евра дополнително се предвидени странско задолжување и уште 400 милиони евра на домашниот пазар. Projektohet që vitin e ardhshëm prodhimi i brendshëm bruto të rritet në 3,8%, ndërsa inflacioni të arrijë 2,5%.